Të nesërmen mbasdite delegacioni mbriti në kryeqytetin e Ukrainës në Kievin e lashtë. Delegacionin e priti me përzëmërsi dhe dashuri të madhe sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Ukrainës, Shoku Kilichenko. Shoku Kilichenko u flet miqve shqiptar për ndjenjat e thella dhe miqësinë e madhe të popullit të Ukrainës ndaj vendit tonë. I bukur është Kievi në këto ditë pranverore, me rrugët e gjera, parqet e bleruara, ndërtimet e reja dhe monumentet historike që flasin mbi luftrat legjendare të popullit të Ukrainës e Sovjetik për jetën dhe luftëzimit. Se na vini miq të shtrenjtë, me këto fjali presin antarët e delegacionit punëtor të uzinës eskavatori Kuq. Nga reparti në repart, miqtë shqiptare njihen me metodat e punës dhe njerëzit e mrekullueshëm të kësaj uzine. Miqtë e Shqipërisë së largët po të afërt për popullin sovjetik, i përshëndeti tornitori i uzinës Ariepo. Shoku Rita Marko falenderon kolektivin e punëtorëve për pritjen e ngrohtë e vllazërore. Ai foli për forcën jetëdhënëse që ka për popullin shqiptar miqësia jonë me Bashkimin Sovjetik. Për kujtim me punëtorët e uzinës eskavatori Kuq. Porti i Odesës u bë përsëri dëshmimtar i ndjenjave të larta të dashurisë së miqësisë që lidh popullin e vogël shqiptar me popullin sovjetik. U dhe mbarë miqtë të shtrenjtë, i çoni përshëndetje tona vëllezërve shqiptarë. Mirupafshim përsëri të dashur shokë. Vapori me ngadalë del në det të hapur dhe nga molot për një kohë të gjatë vazhdojnë përshëndetjet. Më 26 prill, vapori Kirimea, i cili sjell në atë dhe delegacionin e partisë e qeverisë nga Bashkimi Sovjetik, hyn në portin e Durrësit. Gëzimi pa përshkrueshëm. Mirë se ardhët shok të dashur.
Populli i Durrësit është krenat që përshëndeti pari mbritjen dhe nga Bashkimi Sovjetik të udhëheqësve të partisë dhe të shtetit tonë. Me qindra e mira banor të Durrësit, Kavajës, Shijakut, Sukthit, shpërthejnë në një manifestim entuziast. Në këtë manifestim, flet shoku Gogo Nushi, antar i delegacionit që vizitoi Bashkimin Sovjetik. Tirana, kryeqytetja dhe tonë, rrallë herë ka parë ditë të tilla. Mira e mira vetë rrisin në këtë manifestim madhështor për miqësinë e përjetshme shqiptaro-sovjetike. Tiranës, udhëheqësve të partisë të shtetit uron mirëseardhje në kryeqytet, sekretari i parë i komitetit të partisë së qytetit, shoku Rapo Dervishi. Fjalën e merr kryetari i Këshillit të Ministrave, shoku Mehmet Sheu. Të dashur vëllezër dhe motra, delegacioni i qeverisë dhe i partisë sonë sot po kthehet natë dhe nga vizita miqësore që bëri në Bashkimin Sovjetik me ftesën e qeverisë dhe të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik. Për popullin shqiptar kjo vizitë ka një rëndësi historike, sepse ajo qelikos akoma më shumë miqësinë tonë me Bashkimin e Madh Sovjetik, i qel perspektiva të reja e të mëdha lullëzimit të vendit tonë në rrugën e socializmit, forcon akoma më shumë pozitën ndërkombëtare të vendit tonë. Me udhëheqësit e qeverisë dhe të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, përfundimet që u arritën gjatë këtyre bisedimeve si rezultat i pikpamjeve plotësisht të njëllojta të dy palëve me të gjitha çështjet që u shqyrtuan, ndihma e re jashtëzakonisht e madhe dhe internacionaliste e Bashkimit Sovjetik janë një provë tjetër e shkëlqyer e miqësisë dhe unitetit të pathyeshëm që bashkon të dy popujt tonë, të dy partitë dhe qeverit tona, janë provë e shkëlqyer e dashurisë së madhe që u shqen Bashkimi Sovjetik ndaj popullit shqiptar. Mbas fjalës së shokut Mehmet Sheu, një breshër duartrokitjesh dhe një thirrje fuqishme shpërtheu nga gjoksi 10 mira vetave, kur fjalë popull shqiptar, të dashur shokë dhe shoqe, vizita që bëri delegacioni i qeverisë dhe i partisë sonë në Bashkimin Sovjetik shënon një ngjarje me rëndësi shumë të madhe në historinë e popullit dhe të partisë sonë. Bisedimet e delegacionit tonë me qeverinë sovjetike dhe me Komitetin Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe rezultatet e tyre shumë pozitive hapin për vendin dhe partinë tonë për ndërtimin e socializmit në Shqipëri perspektiva të shkëlqyeshme. Një pa përshkruar dhe një kënaqësi e jashtëzakonshme që të njoftojmë vëllezërve dhe motrave tona të dashura, popullit ton të mrekullueshëm, përfundimet e bisedimeve tona në Moskë. Për jetë vëllezër, për jetë të bashkuar, për jetë me Bashkimin Sovjetik.